kontakte me vendimars në politikën gjermane? Unë e kom motu pe i Varshave në përmes me një autostop, kanë morë një familje Gjermani, më kanë qu palek dhe në Berlin, natën e parë. Aty kanë fillu prej asoj familje, ku as i fjallë se kom folë gjermanisht. Më mbetë kontaktet Cilin vit ka ndodhur kjo tash e kam për kuriositet? 84. Me autostop e kemi nalë një kërë, ka qenë një familje, më ka morë, më ka qu në Berlin. Për shtypja e me ma e keqë o konë, kur kemi hi pe i Berlinit lindor, me hinë Berlin për endimor, atëherë na s'dishim ma shumë. Atëherë ka qenë ata filmat që ishim na Partizan Gjerman, ashtu ka qenë policia e DDR-it, shumë agresive, shumë të frikshëm, se na ishim tut prej komunizmit, prej policisë Jugoslavisë të Serbisë. Aty kanë fillu kontaktet, më mërmeni ajo nota kryesore e jetës teme që kom fillu me po dalimin mes një kufini, komunizmi dhe kapitalizmi. Aty ka fillu rruga me ditë çka është demokracia, me çka është liria e njerëzit, çka është njerëzia, sa mirë më ka prita e familjet, nesër më kanë morë me fëmijët vetë, më kanë qenë në Hamburg, më kanë majtë një notë, edhe më kanë qenë deri te doja te banesa. Pastaj filloi rruga me u gjithë, se në konë ditë të leta fillimet. Po, gjenerata emi, kur kemi shku, kemi pas atë diasporën e parë atë viteve, 60-70 që kanë shku. Dhe më thonë, nëse jemi metë në herë pa një 10 marksh, 20 marksh, një kafshot butë, na kanë pritë shumë mirë. Diaspora, ata migrantë që kanë shku në përmes marrëveshjeve Jugoslavi, Gjermani. E kemi pas derën qelën, kur se u harroj, si fëmijët tonë, si fëmijën e vetë na kanë prit. Edhe kemi morë hapa, kemi mësu në atë ku diaspora ka qenë shumë e përqendruar adetaria, problemet e Kosovës, shtypja e Serbisë. Okej, e di që e ke modesti, edhe nuk e përmend, po ky Gani Dreshaj i 84-tës, që ishte detyruar me autostop të ndalë një familje në Varshavë për shkuar deri në Gjermani, se nuk e kishte asi cent me vete. Me siguri edhe i uritur edhe i lodhur. Çka menaxhon sot në 2025? Unë jam një firmë aksioner me vite, po aksioner në media. Na bojmë një këshillim për media, kam 2 partnerët që kanë punu në Axel Springer Verlag. Këta i kom njoftë vitet para lufte, kur kanë dalë ata prej Bild Zeitungut, në atë kohë kemi punu shumë me një zemër për fëmijë. Kemi ndihmu Kosovën edhe Shqipërinë nëpërmes aty në miqve. Prej atëherë nuk është që unë merrna shumë. Direkt me firmën, në takohem një herë në vit, po ata janë profesionist, unë jam veç aksioner i qetë, kom ndërtime, po si bazë të familje se kemi gastronominë. Okej, se detyron tash me ta bë pyetjen drejt për drejt. Sa shkon vlera pasurisë Gani Dreshajt sot? Ka shumë gjenerata që po na ndjekin, edhe është mirë me ditë kush është Gani Dreshaj. Çfarë mund të mri një djalë që në 84-ën kishte shkuar me autostop? Unë me vlesu pasurinë e vetë një e vleson, po unë ka mase 25 vjetë që firmat e mija bojnë qarkullime për 10 milion. Shkon ma solide, më thonë kështu se pasurinë e vleson njëri për veti si të donë. Po e kuptoj modestin, por mirë është, të gjendja është bukur e mirë. Nuk është të. Mirë, çfarë i duhet Gani Dreshajt bëhet deputet, se tash për një është pyetje kështu 1 milion që për... Po, për zotën, kër e vendosa kësaj radhe 3 vjetë e fundit, kemi pas shumë pyetje, 4 vjetë e fundit, prej qeverisë gjermane, prej partisë cilës munora minimu, edhe janë këtë familja eme, antarësum në CDU, situata në Kosovë, situata politike, në gjarjet, që ka ndodhë në veri qeverisja Kosovës. E kisha një lutje edhe për aty në mu angazhu, drejt për drejt. Pastaj edhe miku jam, Ramushi, ma kërkoj
edhe është një njerë që s'moj mi thonë kur jo,